E kuptoj. Ndoshta rasti Veliajt na tregon më së miri se ti e përmende pak më parë, por këto probleme me drejtsinë apo emra qoftë nga opozita, qoftë nga maxhoranca përballë drejtësisë edhe tani në prag të fushatës zyrtare, do t'i kushtojnë si opozitës edhe maxhorancës si Berishës edhe zotit Rama, se Berisha për shembull u pyet sot në Shkodër sa ju pengon fakti që çështja e Bar Spahis kalon për gjykim dhe tha jo, vetëm që nuk na pengon, por edhe na nderon Bar Spahia. Ndërkohë Rama e ka shumë të vështirë të shprehet, sidomos në rastin e Olta Xhaçkës. Në mendimin tënd, do t'i kushtoj se është emri i radhës në listën e Tiranës që shkon hetim nga SPAK? Mendoj që do t'i kushtoj, sigurisht që kryeministrit, pra zoti Rama nuk I intereson që të flasi, nuk mund të thot hapta se sa janë atemuar dhe se sa I penalizuar do t'jetë pikërisht për faktin se figurat e radhëve të Partisë Socialiste shkojnë drejt drejtësisë, si Veliaj, si Xhaçka, mendoj që e njëjta gjë duhet bërë dhe me zonjën Manaserliu që ka dosje në hetim, sigurisht I ka kushtuar Partisë Socialiste edhe zoti Ahmetaj, Veliaj, Beqa, ish ministri Lefter Koka. Të gjithë këto I kanë kushtuar, por nuk duhet anashkalojmë makinerinë e jashtëzakonshme të fuqishme që ka zoti Rama pavarësisht këtyre figurave. Dhe kjo makineri në optikën time është administrata publike e cila vit pas viti, që nga viti 2013, pra nga viti 2013 deri më sot ne kemi një rënje të popullsisë shqiptare, kemi një shpopullim të jashtëzakonshëm. Si ka mundësi që në këto kushte është rritur numri administratës publike? Unë kam thënë shpesh që nga 2013 që zoti Rama ka pasur një program dhe atëherë qytetarët e dënuan qeverinë në pushtet me votë dhe ja dhanë votën Edi Ramës, së pari sepse donin dhe ishin të ndërgjegjshëm që duhej një rotacion politik, dhe së dyti sepse u bazuan tek programi I Partisë Socialiste aso kohë dhe e votuan. Dhe që në 2013 dhe deri më sot, pra 2013, 2015, 17, 19, 21, 23 dhe 25, si në zgjedhjet lokale, ashtu dhe në zgjedhjet qendrore, për mendimin tim, Partia Socialiste në pushtet nuk ka pasur program, sepse I mjafton administrata publike, sikur për dyta shumëzosh atë numër, pra 180.000, 200.000, kam përshtypjen që është edhe më e fryrë në informalitet. Mos harrojmë që ka shumë edhe pozicione të punojësve të bashkisë apo të institucioneve tjera të cilat marrin rrogë nga shteti në momentin që kanë fituar gjyqin dhe ndodhen në shtëpi. Pra është përveç administratës në aksion, është dhe një administratë në fjetje, pra një numër I konsideruar I njerëzve që paguhen, të gjithë këta për sidomos ata që janë duke kryer detyrën e tyre, për frikën se mos e humbin pozicionin e punës, do të jenë të detyruar që ta votojnë Partinë Socialiste, dhe kjo pa edhe me thirrjen që kryeministri bëri për ta nxjerrë administratën në shesh, në orar pune për të protestuar ndaj zotit Veliaj, pra arrestimit të zotit Veliaj, dhe që kishte një gjë e pa precedent e parë në perëndim. Nëse kjo do të ndodhte, nuk po flas në Britani, e në Gjermani, e në Austri, e në Francë, por nëse do ndodhte në vendet e rajonit, pra detyrimi I administratës publike për të dalë për të protestuar ndaj titullarit I cili është në hetim dhe është I akuzuar, të paktën dikush do të mbante përgjegjësi për dhënë dorëheqjen, dhe kjo është një gjë që unë e shoh rëndom, po e ndjek për ditë fushatën, po të gjitha figurat politike dalin me slogane, dalin me gjëra që unë them I thonë, po as nuk I kuptojnë se çfarë thonë, dhe në fundit askush nuk mban përgjegjësi, po mban përgjegjësi dikush nga akuja që doli, pra kanë ardhur produkte, pra pula me salmonel dhe produkte të tjera me pesticide, pra pash në televizion që një përfaqësues I AKU-s tha kjo gjë është parë në Bashkimin Evropian. Pra shoh në masivitet që relativizohet keqqeverisja, amnistohet në maksimum dhe askush nuk mbaj mund të dali dikush dhe të mbaj përgjegjësinë dhe të japi dorëheqjen të thotë, po, unë nuk mundem ta bëj këtë, ose unë nuk e kam bërë punën time mirë dhe për këtë gjë jam accountable. Pra mbaj përgjegjësi për pozicionin tim. Një gjë tjetër që besoj do t'i kushtoj shumë zotit Rama janë dhe ato emra që ende nuk kanë dalë, por që përflitet se do t'jenë në hetim, sepse SPAK-u në optikën time është duke bërë detyrën dhe besoj që do të shohim shumë figura të tjera para drejtësisë. E kuptoj. Nëse flasim për emra për të qëndruar shumë shkurt ende në Tiranë,
Ne përmendëm rastin e zonjës Xhaçka, tashmë ne tim nga SPAK me urdhër të GKK-s, rastin e Veliajt, i përmendë edhe Mana Serliun që po ashtu ndaj të cilës ka një dosje dhe duhet të jetë në hetim.